4 persona grabitin 20 euro. 3 të arrestuar e 1 në arrati. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Prizren ku një grabitje armatosur ka tronditur qytetin mëngjesin e 3 shkurtit. 3 persona të maskuar kanë kryer grabitje në rrugën Durak Rada, të cilët kanë kërcënuar viktimat me armë dhe kanë marrë 40 euro nga njëri prej tyre. Ngjarja është raportuar rreth orës 1 të mëngjesit. Policia ka intervistuar viktimat H.S dhe L.R, por për shkak të ndikimit të alkoolit dhe mungesës së provave, në atë moment është përpiluar vetëm një raport informues. Pas sigurimit të pamjeve video nga kamerat e sigurisë, hetuesit kanë zbuluar se grabitësit ishin të maskuar dhe njëri prej tyre mbante një thik, ndërsa 2 të tjerë dyshohet se kishin armë zjarri. Kjo ka bërë që prokurori të hap hetim për veprat penale, grabitje dhe mbajtje armësh pa leje. Hetuesit kanë identifikuar 4 të dyshuarit, të cilët janë Kastriot Krasniqi, Shkodran Gashi, Liridon Gashi dhe Valdren Saramati. Arrestimi i parë ka ndodhur pranë një lokali në Prizren, ku policia ka gjetur një pistolet dhe prova të tjera të përdorura gjatë grabitjes. Pas këtij arrestimi, 2 të dyshuarit e tjerë janë arrestuar në një kafiteri, ndërkohë që janë realizuar bastisje edhe në shtëpitë e tyre edhe në një lokal, ku janë gjetur rroba dhe sende të dyshuara që lidhen me grabitjen. 2 nga të dyshuarit kanë pranuar pjesëmarrje në grabitje gjatë intervistimit, ku më pas ata janë dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa i 4-ti, Valdren Saramati, është ende në arrati.